luftëtarit e lirisë. Vëllezër e motra, është një kënaqësi për mbar treven e muzikës të vëmë këtë bust madhështor. Adem Jashari është simboli i gjithë shqiptarisë. Është vendi me i bekuar, vendi që ka lind gjithmonë trima Drenica mos e ka lind, po i vetmi burr legjendar që vuri themelet e shtetit Dardan është Adem Jashari. E nisëm këtë iniciativë bashkarisht si fshat, duke bërë dhe bustin e herojit kombëtar Gjeç Kastrioti, menduam të bëjmë edhe bustin e komandantit Adem Jashari. Ky burr është legjend dhe meriton të këtë bust. Është gjë shumë e pakët që kemi bërë sot ne, sepse ky komandant sakrifikoi gjithë familjen e tij për lirimin dhe pavarësinë e Kosovës. Si një bir i zonës Fjerit nga Drenia e Mallakastrës, ju përshëndes. Pa ata nderin t'i bashkangjitem rrugës të komandantit legjendar Adem Jashari, krah këtyre burrave që shikoni rreth përmendores, në mesin e këtyre shikoni njerëz të plakur, po me shpirtin vulkan, për troje shqiptare, jo vetëm në Dardani, po në çdo vend ku ekziston Shqipëria natyrale. Familjes së Adem Jasharit, nga ditë mars 98, shkërpi pushka o tut mali, i tha Serbit Adem Jashari, nuk dorëzohen për së gjalli, legjende liris t'i linde në ditën që unë ngri flamuri, për kazit kur t'u të gjaku, i qau shpirtin drit nuri. Të ven, trimave ti Adem, e vështirë me shkurt kjo pen, veprontane në këtë botë, historia se një dot. është një ditë e shënuar për të gjithë komunitetin e fshatit ton Hamil, dhe rrethinat nga fshatat e tjerë, nga qyteti i Fjerit, i Mallakastrit, nga diaspora, Dardania dhe mbar Shqipëria e madhe. Të nderuar banorë të fshatit Hamil, urime për vendosjen e bustit të komandantit legjendar Adem Jashari. Sot fshati Hamil i Fjerit të Shqipërisë u mishrua me prekazin e Drenicës. Nga sot u vendos historia dhe e kaluara e lavdishme e popullit shqiptar. Pikërisht, ato pika gjaku të çdo nëne shqiptare, ato pika loti të çdo nëne shqiptare, duhet janë forca që të bashkojnë shqiptarët për të ecur përpara. Mbi gjak, mbi lot, mbi rezistencë, mbi forcë dhe mbi një identitet shqiptar, ne duhet ngrënë të ardhmen.